Përshëndetje dhe mirëmbrëma kudo që jeni, lutim Zotin agjerim të pranuar edhe çdo vepër të mirë ibadet që e bëjmë në këtë muaj. Inshallah e gjajmë nesër kur do dalëm para Zotit. Jemi në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Na mëson nana e besimtarëve, është pyet se çka ka bo Muhamedi alayhi salatu wasalam 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Cila është lutja që është drejtu Zotit. Ka thonë, shpeshtone, thune fjalën Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti e falës e do në robin tënd që të kërkon falje. Falem mu. Zoti na falt e na mëshiroft, na fal shëndetin edhe çdo të mirë neve dhe juve kudo që jeni, për me mësu më tepër për 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Çka duhet me shpeshtu? Çka duhet me bo, mu afru më shumë tek Zoti. Kam derin ta kem musafir sonte në emisionin ton, hoxhën e nderuar nga Rahoveci, Nusret Abazibra. Është kryetar, është kryeimam në Këshillin e Bashkisë Islame në Rahovec. Hoxh, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Faleminderit shumë që ke pranuar ftesën me qenë në emision. Është nder për neve, jemi shumë nderuar. Edhe privilegj edhe për neve. Sigurisht. Ne mezi po presim disa këshilla me i dëgju nga juve për këto net të muajit Ramazanit. Me çka duhet më tepër me afru Zotit, cilat janë veprat e sidomos bamirësia, me qenë se në 10 netëshin e fundit muslimanat e derën edhe zeqatin japin edhe vitrat 10 netëshi i fundit i Ramazanit. Allahu i nderoft dhe faleminderit për ftesën. Dhe jam shumë i nderuar që jam prezent në këtë shtëpi të bekume, nga se këtu janë njerëz cilët lutjet e tyre janë të pranuara. Prandaj jeni shumë me fat, Zoti ju ka nderuar me këtë mision dhe me këtë mundësi që ti afroni popullit dhe popullatës sonë. Tani Allahu i Madhreshëm është ai i cili krijon dhe pe krijesave të veta është ai i cili zgjedh çka don. Dhe prej krijesave, nëse e marrim në aspektin kohor, e ka zgjedhur 10 netët e fundit që të jenë më të veçuar për këtë netëve të vitit. Prandaj çdo veprim i cili bëhet në këto 10 netët e fundit ka peshë dhe vlerë më të madhe në shumëfishimin e shpërblimit tek i malli Allah. Dhe për faktin se në këtë 10 netët e fundit pritet gjithsesi është shumë e mundshme që të jetë njëra prej këtyre netëve nata e Kadrit, natë e cila ka peshë më të madhe, më shumë se sa 1000 muaj, çdo punë të mirë që e bëjmë në këtë natë. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të veçantë këtë natë e ka prit, është përgatitur për këtë natë në veçanti, përveç që ka adhuruar Allahun vetë në këto 10 net e fundit e ka nxitur edhe familjen e tij që t'i ngjallin netët me adhurim dhe me ibadet. Dhe ashtu siç e potencuat, gruaja e tij Aisha radhiyallahu anha është interesuar që këtë natë me shfrytzuar në formën më të mirë dhe me vepra të cilat janë më të pranueshme te Zoti, prandaj e ka kërkuar pe pejgamberit me mësu një lutje e cila është gjithëpërfshirëse. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka udhëzuar që ta thot atë fjalë që e përmendet ti, edhe ajo është: o Zot, me të vërtetë ti je falës, e don faljen, andaj më fal mua. Dhe kjo fjali e cila është e pakt, po ka kuptim shumë të madh në të. Pikë së pari, është shumë e rëndësishme të kuptojmë ne njerëz që jemi në përgjithësi, po besimtarë në veçanti, duhet ta ndijmë nevojën për faljen e Zotit. Pra njeriu që të kërkoj falje njerë duhet veten e vetë me pyet a ka nevojë ai për falje, cilat janë privilegjet nëse arrim faljen e Allahut të Madhreshëm. E kështu me radhë. Prandaj çdo meditim apo çdo kontrollim i vetvetes e bën që besimtari të riparojë veten e vet dhe të përmirësojë gjendjen e tij. Prej specifikave të fesë që ne i takojmë është edhe fakti se në fenë islame kemi lloj-llojshmëri të ibadeteve, adhurimeve. Ashtu siç ka nevojë organizmi për lloj-lloj ushqimi, e ushqimi i shpirtit është ibadeti, po ashtu edhe ibadetet janë të lloj-llojshme. Prandaj dhe Allahu të Madhreshëm i afrohemi në forma të lloj-llojshme, duke filluar nga namazi
nga agjërimi që jemi tami në këtë muaj, po ashtu edhe nuk mjaftohet në Islam adhurimi vetëm në aspektin personal, individual, por çdo herë në Islam kemi edhe njëra prej shtyllave të Islamit është që të kenë të tjerët dobi prej neve, pra të jemi kontribut dhënës ndaj shoqërisë, e ajo është zeqati dhe sadakaja në përgjithësi dhe lëmosha të ndryshme. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo herë ka qenë bujar, por në Ramazan bujaria e tij është shfaqur dukshëm më shumë. Edhe ne si besimtar që jemi, adhurimet që i bëjmë në Ramazan janë të lidhura me bamirësi. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se duke qenë se agjeruesi gjatë agjerimit mund të ketë ndonjë mangësi apo ndonjë dobësi në shenjë apo në formë shpagimi dhe kompenzimi të ndonjë mangësie, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar që të japim sadakatul fitr, i cili është ushqim për të varfërit, po të njëjtën kohë është edhe pastrim për të metat, cilët në rastësisht kena pas mundësi me i bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Prandaj çështja e cila zakonisht musliman duke e ditur se muaji i Ramazanit është muaj i veçantë dhe në të shumë fishohet shpërblimi, edhe çdo herë muslimanët edhe në kaluamën po edhe tash këtë muaj e zgjedhin që përveç adhurimeve tjera, namaz e agjerim, ta kryen edhe obligimin e zeqatit, nga se është pjesë shtyllë e pandashme e fesë sonë dhe nuk mund konsiderohet një besimtar me kuptim plot pa e pastruar pasurinë e vet. Në aspektin islam, pasuria është e Zotit dhe i është dhënë njeriu në shfrytëzim. Pra ky është koncepti se si duhet kuptohet pasuria. Dhe në këtë rast, pasi që Zoti po na dhuron pasurinë dhe po na jep mundësinë që ne ta përdorim për gjitha nevojat tona që i kemi dhe dëshirat tona që i kemi, edhe për tej nevojës, edhe për dëshira kemi drejt me përdor pasurinë tonë, po të njëjtën kohë ai na ka bërë me dije se në pasurinë tonë çka ai na ka dhuru, e kemi një hise, një pjesë që është haku i huaj, në këtë rast haku i fukaros, haku i nevojtarëve dhe haku i atyre cilët i ka përmendur Allahu në Kur'an që u takon zeqati. Prandaj besimtari duhet ta kuptoj se bamirësia është e përgjithshme dhe ka kuptim shumë gjatë, shumë të gjerë. Mirëpo zeqati ka kuptim më të madh se sa bamirësi. Nga se nuk e ndi. Zeqati është njëra prej shtyllave kryesore të fesë islame. Është pjesë e shtyllave kryesore të Islamit dhe njeriu që e jep zeqatin, ai nuk duhet me ndi veten e vet se është duke bërë diçka shumë. Përkundrazi, ai duhet me ndije veten rahat që është mundsu me gjetë mënyrë që me pastru pasurinë e vet që është haku i huaj në të. Në këtë pikë Hoxha Efendi, the që zeqati aso pasuria në përgjithësi, njeri duhet ta merr si ka armë këtë dynja pa kur gjë. Ka me shku pa asgjë. Risku që përbëhet zeqatin të është i caktuar para se marr njeri në këtë dynja. Pra, mendoj në aspektin e mirënjohjes për dhunti që ja ka dhënë Zoti krijesës njeri. Neve na shpjegon Kur'anin, unë kam nderin me pas hoxhën këtu, edhe etap mas etap e zhvillimin e njeriut, qysh e ka fillimin, e ka dhe mbarimin. Thot ki kom nuk hec kur vjen, ki syn nuk sheh, ki vesh nuk nijn, ki goj nuk fol. Edhe në fund, mas i del shpirti, ki kom nuk hec, ki syn nuk sheh, ki vesh nuk nijn. Ke arë, ke trashigu. Do të shkojsh, do të jaulojsh trashëgimtarëve. Kjo në aspektin mirënjohës për gjitha dhuntit që na i ka dhënë Zoti, mbi gjitha që na i ka dhënë mundësinë për me punu dhe mu zhvillu, ka fut edhe hakun e jetimit e nevojtarit, skamnorit, dërtlis, borxhlis, studentit, vetjakut, edhe e ka bo obligim zeqatin. Sa jipet zeqatin tek neve në Kosovë. Sa jeni mundu si hoxhallar me ja u spjegu këtë farz që është prej shtyllave të kryesore të islamit popullatës sonë?
është një fakt i pamohueshëm se zeqati për fat të keq, vetdia e besimtarëve tek ne nuk është në atë nivelin e kënaqshëm për cilën duhet të jetë, se shumë njerëz e kuptojnë se namazi duhet falet, agjerimi shumë më shumë është i përhapur tek ne më të madhe nga se njerëz i afrohen Zotit nëpërmjet agjerimit. Mirë, por kur është çështje te zeqati, nuk kemi një nivel të kënaqshëm. Prandaj edhe çdo herë ne si hoxhallar përpiqemi që këtë çështje ta lidhim dhe ta sqarojmë qartë, nga se i malli Allah në më shumë se 30 vende në Kur'an e lidh namazin me zeqatin. Iqimu salata wa atu zakia. Falni namazin dhe jepni zeqatin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk keni me arrit mirësinë përderisa nuk jepni ato që e doni më së shumti. Prandaj dhënia është pjesë e imanit dhe pjesë që e dëshmon dhe e zbaton atë që kemi ne në zemrën tonë. Prandaj nuk mund dhe zeqati është po ashtu njëra prej metodave apo formave që e lidh më së shumti shoqërinë mes veti. Nuk ka formë më e mirë me arrit një nevojtar me u lut për një të pasur. Nga se është shumë normale shtresa e pasur të ketë dallime me shtresën e varfër. Po është një formë që i lidh ta, e ajo është pas të pasurit me dhënë hakun e tyre që janë fukara, dhe ta fitojnë zemrën dhe duat e atyre që kanë nevojë për ta. Pikërisht kjo është pyetja em, a më shumë fiton nevojtari prej pasurisë së pasunikut apo pasuniku prej duas së nevojtarit? Në gjitha aspekte fiton pasaniku nga duaja e atij i cili ka nevojë. Për arsye është lidhje shpirtërore. Padyshim. Dhe është me arrit me e fitu duan e nevojtarit është apo me arrit me e kënaq, me arrit me ahek një breng, një njeriu i cili ka nevojë. Neve të pejgamberit sa na ka mësuar se çdo kush i cili ja lehton një breng, ja lehton një dert dikujt këtë dynjë, Allahu atij ka më lehtuar dertin e brengën e botës tjetër. Bile në një hadith tjetër pejgamberi thotë që me me ja kry një nevojë që ka vllai im. Pra mu mundu me ja krye, nëse sari, po përpjekje me bë, e ka mas e vop se sa të adhuroj Allahun me bë ibadet në xhamin e pejgamberit, që është ibadet, fjala është për ibadet vullnetar. Po ashtu po lidhna me këtë muajin e 10 ditët e fundit se pejgamberi sa në këtë jetën e fundit ka veçuar me ibadet veçantë duke ligjësu edhe itikafin, e që është vetmimi dhe veçimi në xhami me veçim të veçantë duke u larguar krejtësisht prej botës së jashtme dhe duke u lidh vetëm me Allahun të Madhëshëm. Edhe kjo është njëra prej punëve të cilët muslimanët në të kaluara ne kanë zbatuar, e për fat keq kohëve të fundit kjo çështje pak është ma e zbet, pra edhe ndoshta janë edhe kushtet që nuk i mundësot njerëzve me bë këto. Hoxha Efendi, a vetë ne që e fundit e them edhe vetë është një natë që ka vleftën më të madhe se sa 1000 muaj, edhe ajo është nata e Kadrit. Për ndryshe, inna anzalnahu fi lejlatil Qadr, neve kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Natë e Kadrit që zbresin librat edhe ngjiten librat ameli, vepra e secilit njeri të Zoti. Rreth natës së Kadrit 2-3 fjalë. Po, nata e Kadrit ashtu siç e ka cilësuar Allahu në Kur'an, është natë për cilën Allahu i Madhërisëm në të e ka zbritur Kur'anin. Zaten edhe kjo natë e ka fitu epitetin e të qendrit. A mundna me çu ditëlindja e Kur'anit? Po tash në këtë aspekt shprehjet që na i përdorim për zbukurim, gjitha këto janë të pranueshme përdesa janë në suaza të lejuarës, po kjo është natë në cilën vetiu ka zbritur libri më i vlefshëm, në natën më të vlefshëm, nëpërmjet pejgamberit më të nderuar, popullit më të nderuar që jemi ne. Prandaj kjo natë vetiu nga fjala Kadr, edhe kanë komentuar dietar se Kadr përveç tjera në gjuhën arabe ka kuptimin edhe të vlerës, pra diçka që është me vlerë. Çdo punë që bëhet në të ka vlerë dhe peshë më të madhe.
Po ashtu kjo natë është quar nata e Kadrit për faktin se në të përcaktohet rreziku, përcaktohen e xhelet edhe shumë çështje tjera. Te na popullata din është nata 27. A është në natën e 27 apo siç ka thonë hadithi kërkon në 10 nesër? Në vija trasha, ne nuk është mirë të lidhemi vetëm me një natë, por duhet të kërkojmë në 10 ditët e fundit. Megjithatë, shumica prej dietarëve aludojnë se nata 27 mund të jetë kjo natë edhe për një fakt, për ezëm që në Kur'an përmendet Lejletul Qadr 3 herë. Dhe Lejletul Qadr i ka 9 shkronja dhe 9 herë 3 e kanë lidhë, kanë thënë 27. Po ashtu edhe përmendet hije, kur është fjallat e hije në surën El Qadr, do thotë ajo është fjalia e 27. Pra e aludojnë që krejtë që është nata 27, megjithatë besimtari nuk është mirë me u lidh vetëm me një natë, po nëse arrim me ngjall këto 10 ditët e fundit çdo natë, padyshim do të jemi për atyre që kemi arrit, edhe nuk është domosdoshme na me qenë vetëdijshëm se kemi arrit atë natë. Me rëndësi është që kjo natë ne me na gjet me punë të mira, me adhurime dhe me ibadete të cilat janë të kënaqshme te i Madhi Allah. Hoxha Efendi, falem pak për njërave prej shtyllave të Islamit zakati edhe në pika të shkurtra nata e Kadrit, sadakatul fitri. Është obligues për ata që kanë agjeru, çka bëhet me ata që s'kan agjeru, a kanë edhe ata me dhonë sadakatul fitri, në pika të shkurtra për ata që na shohin diçka për sadakatul fitri. Sadakatul fitri është obligim i cili obligohet muajin e Ramazanit për gjithë ata cilët kanë agjeru dhe gjithë antarët familjes të tjerë të cilat edhe nëse nuk kanë agjeru, qoftë fëmijë, qoftë pleq të moshuar, qoftë për arsye ndryshme që s'kan pas mundësi, duhet të jipet bile sadakatul fitri apo zakatul fitri jipet edhe për foshin e cila është në barkun e nënës. E kam përmend dietar që edhe ajo të llogaritet si antare e arshme, nga se ne dim se fëmia kur i bën 120 ditë, ajo ka shpirt dhe është gjallë dhe edhe për të llogaritet sadakatul fitri. Prandaj nuk është mirë besimtari me anashkalu një pjesë e adhurimit të tij që me e rujt dhe me e vulos agjerimin e tij me një dhuratë apo me një dhurim simbolik i cili nuk është i kushtueshëm, por në një farë mënyrë është shumë i vlefshëm për ata cilët kanë nevojë që natën e Bajramit apo ditën e Bajramit bile në atë ditë të arrihet një barazin mes atyre të cilët kanë çdo ditë, në mes atyre të cilët i mungon shumë shpesh gjatë viteve, po bile në ditën e Bajramit të jemi të barabartë në nimetet dhe begatitë e Allahut të Madhërisht. A jep sadakatul fitri për një person i cili ka hyrë në Ramazan, po mbrana Ramazanit ka ndrru jetë? Po, jipet sadakatul fitri për personin i cili ka hyrë në Ramazan dhe pastaj do thotë ka ndruar jetë, edhe për to duhet jipet sadakatul fitri bile kanë përmendur dietarët që është mirë që edhe nëse kanë mundësi të japin edhe fidje për ditët të paagjëruar për faktin se ai e ka arritur muajin e bekuar të Ramazanit. Për opinionin fidje është pagesë ose shpagim i ditëve të Ramazanit që s'ka mujtë me i agjëru. Hoxha Efendi, edhe një pyetje e fundit, Ramazanet e mëhershme me Ramazanet e sotshme. Mbaj men, iftarët u shtroshin në për shtëpi. Sot pak jenë ata cilët shtrojnë iftare në për shtëpi, zgjedhin restorante apo vende të ndryshme. Po edhe tjetra, ibadeti i mëhershëm muajin e Ramazanit me sodit. A mundi me bo një krahasim edhe cila është më e vlefshme? Tani, çdo kohë e ka që thonë shyhretin e vetë, edhe përjetimet e veta, edhe çdo gjenerat i ka edhe ato perceptimet se si ai i percepton. Në fakt, kur kthehemi te iftaret, pa dyshim se iftaret cilët bëhen në shtëpi janë më të bereqetshme dhe janë më të begatshme dhe janë më të qelluara. Nga edhe shqyrtoj rasti me bëha apel këtu motrave tona, nëneve tona, vajzave tona, që të mos pritojnë të përgatisin iftar në shtëpi. Për faktin se ata arrin
që çdo veprim që kam bërë gjatë ditës me konsideru ibadet, përveç agjërimit, me jo përgatit agjëruesit iftarin është ibadet në vete. Dhe ja shtojmë kësaj se ajo merr prej sevapave të agjërimit atyre cilët hajnë për ushqimit saj. Dhe plus saj marrim lutjet dhe urimet e tyre në atë vend, në atë sofër, në atë shtëpi ku hahet ushqimi. Dhe padyshim që në për shtëpi është më e qelluar, por megjithatë tani na janë imponuar shumë gjëra, edhe jeta, forma e jetesës ka ndryshuar. Prandaj edhe iftaret as pak nuk prish punë, dhe edhe këtu e kanë shqyrit në vetë që po bëhet në për restorane apo në për tubime të ndryshme. Sa i përket adhurimeve, është fakt se falë Zotit vedia tek populli ynë është ngritur jashtëzakonisht mirë krahasim me para luftës. Ka pas atë lezetin e vetë edhe para luftës në për oda, po e zon fshatra që s'kan pasur xhamia më herët, nuk kanë leju asnjëherë me kalu Ramazani pa pas imamin në fshat. Dhe jam personalisht njëri për njerëzve që kom qenë 3 Ramazane radhazi si imam në për fshatrat e komunës sonë dhe kom shku pej shtëpijës në shtëpi dhe kemi bëj iftar dhe kom bujt në shtëpi, kemi falë taravin, mandej natën tjetër shtëpia tjetër apo do të thotë familjari tjetër e ka kërku hoxhën, kam pas një farandi dhe kam prit rand ku do të vjen hoxha në shtëpi tyre. Dhe pastaj në atë iftar janë ftu gjithë kojshite, meqte. Pra është bë në aspektin social padyshim se ka pas efekte shumë më të mira kjo lloj tubimi në kalumet. Megjithatë, edhe tani nuk duhet të ankohemi se situata është për të mirë inshallah. Hoxha Efendi, një mesazh përfundimtar nga ju, për neve, është vizita juaj e parë në shtëpinë e të moshuarve. Cili është mesazhi ju për ne edhe stafin tu edhe një mesazh për gjithë shqiptarët që përndik? Pikës pare, Hoxha Halil, ju përgëzoj për punën që po bëni dhe në mënyrë jemi krenar që ju kemi dhe falë Zotit që ju ka zgjedhur të jeni në mesin ton dhe të kemi njerëz të tillë cilët miren me këtë çështje, nga se punë cilën ju po mireni nuk është çështje që paguhet. Kjo përjetohet, edhe duhet me njeriu me qenë jashtëzakonisht emocionalisht shumë i fortë për mi përballu gjitha këto sfide që po i bëni ju. Prandaj ju përgëzoj dhe lutemi për juve që Zoti me ju ndihmu dhe me ju qit faqe barë, çdo herë ashtu siç jeni, edhe çdo herë të jemi krenar me punën në cilën e bëni dhe siç e përmenda edhe më herët të jesh për atyre cilët i hekish brangat njerëzve është më të vërtet vlerë dhe pasuri shumë e madhe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kape njerëzve që janë qelsi i mirësisë dhe janë dry i të keqës. E padyshim punën që po bëni ju dhe stafi juaj është se ju jeni qels i të mirave dhe po hapni rrugë dhe po i hapni rrugë edhe të tjerëve të cilët janë shumë bamirës dhe shpesh herë nuk din ka të orientohen, e kanë adresën shumë të saktë, shumë të qelluar dhe adresë e cila është e prekshme, që përjetohet çdo ditë. Po ashtu apel popullit tonë që sa më shumë të jemi human, sa më shumë të i përjetojmë ndjenjat e të tjerëve. Ramazani zaten këtë synim e ka, Ramazani nuk është qëllim në vete, Ramazani e ka synimin, gjithsesi është mjet për me arrit devotshmëri, është mjet për me arrit diçka që është më e madhe, e ajo është me e kuptue ndjenjën e tjerëve, me kuptu se tjerë kanë nevojë, agjërimi është vetvetiu i tillë i cili të mëson se nevojtari ka nevojë të mendosh për to. Prandaj të reflektojmë dhe mësimet e Ramazanit të i vazhdojmë edhe ditëve tjera, edhe në ditëve në vijim dhe të përfundojmë jetën tonë duke qenë tillë që pas veti të lojmë gjurmë, nga se njeriu ka vlerë kur pas veti lën gjurmë dhe lën vepra të cilët janë të dobishme për të tjerët. Allahu na bëf për atyre që janë më të dobishëm për të tjerët, nga se ata që janë më të dobishëm për të tjerët janë njerëzit më të mirë. Hoxha Efendi, unë të falenderoj për pjesëmarrjen. Zoti të rujt e të shpërbleft, ishte nder për neve me të pas në emision. Me kaq po e mbyllim takimin ton me hoxhën personte. Zoti e shpërbleft për këshillat mëse të nevojshme për neve
këtu edhe për ata që pra njekin. Zotë shpërblef, shkëm e sigil këthejmë në mësë. Atëherë edhe njëherë, hoxha Misra Zoti e shpërblef me gjithat mirat, këshilla për neve, sidomos në këtë maraton që po i vjen fundi, e lusim Zotin, inshallah, jemi konë sinqert në ibadetet tona, në dhurimet tona, karshi Zotit, po edhe në veprat tona, karshi të gjithve që në rrethojnë, bi gjitha karshi atyre që kanë ndje nevojen tonë. Neve po vazhdojmë me emision. Është një histori e një prindi të një dëshmori. Prind ky i sprovuar me shumë sprova në këtë dunja. Dëshira ti ka qenë që të takohet me Halilin. Ne e kemi dërgu një ekip tonën në Ferizaj me gjetë këtë prind. E kanë vizitu edhe na kanë sjell storin që do ta shohim tani bashk, por mas storjes ne kemi këtë prindin këtu ku do ta ftojmë në studio edhe do të mësojmë më gjërë pak rreth jetës së tij. Po e ndjekim storin edhe kthehemi në studio. Kjo luftë e kaloj që thujnë, po më duket e harrum si shpejt. Koka ranë, s'ko kur është një dorën me lypë, që thujnë. Natë tetën, natë nëmë pataronë në burg. I më konë për Zherevst. E para se më ranë në burg, natë tetën djali u mytë në luftë. Shali, me dorë të mija e kom varrose, me dorë shtarë. Kemi vujtë. Njëherë në përmale, deri u dërzumë. Unë e kumë prinjen kolonës, pereke shtëpilës e derin Petrovë. Dikun imi konë për 20.000 vetë. Aty kemi bujtë me për shpia djegme. Këtë Petrova djegë të konë. Ato të në për Zherevst i kom në burg. Kemi nej 12 muaj. Nuk kemi pasën fort, jo veç disiplinë e flisht të konë. Mos vetë. Në që në shëtitje 15 dakika, nuk u dhe që mu drejtu që shto. Veç me këshyrë në themat kamës njëri qetrin. Rotët 15 dakika edhe mrena, se me guzu me full me kanë. A me këshyrë shmojta ndjata, qëfar, a pedi ku i dhe ke. 2 herë në gjysh në kanë qitë, nish, për Zherevsi në kanë prunë. Në lirun. 5 kumba në kanë prunë, helikopteri në ka përqel, deri në kufe. Në kujtuot, me një parking gatë ishin dalën 5 polis me stop. U parkiru kombat, qyshtirësh, qyshtirësh, qyshtirësh ka dheke për veti. Kër artonë, ti tha qyshtirësh, thash Zëver Baliu. Pikajti, thash i dherësit. Tha ku përshkon? Thash përshkoj në shpi. Tha jadë në të e kuqa. Mirë shpia jote. Asë një shpi, tha, një zërë nuk gjinët. Ne postoj, tha. I kish kallë beta, i shkon një, me qëtë grupë një zërës. Ashtë po mësu gjinë që i shpia, postoj zemla. Gjinët të ka është. Allahaj, so kërë fotografon, i lujti qerja. Allahaj, me rane kom për jetu. Qëre
ushtria jonë u thyë. A ditë, a konë ku e ligë, vrandë, shi, vjesht, ftoft, një fashimi ftoft mësë vetë. Edhe u bon aksham, për i thënë djemëve, sa ta gjithë me ushtrinë konë. O djemë, shka bo me salinë vërbjerë. Jo ka shkuar me dhe trancës, qysh, e le ushtrinë e vetë shkoj me trancës. Sa mërkemenja hisë, nuk o konë fëmija i mu mashtruan. Jem njësë me shkuar luftimet kujnë banë. E di që djallë jo i mëtë, ka mëtë dikon. U takova me Nazme Hajdarin, një këjshi. Ku po shkon basi të mërë, thash, salimërë, thash, sigurisht të me dikon i vranë, thash, hupi djallit, gjemë përthujnë, ka shku me dhe trancës. Sa mujtë ne? Jo, këtheu tha se po bjeme në imin në kun, e na tha që thash, shkujmë kësmet a e këpas ditë. Shkujmë edhe gjojmë. Të nënë e monëm lajme që po e kanë gjetën kuhomën, e kanë maruën borën si shpejt një zërës, përkosisht e kanë vërrosë që aty, e vërrosëm. Edhe të në mas një kohë, unë e rarë në burgë, kur e kanë rivërrosë nuk e di, e kanë prunë Ferizaj. O fjallët dikon 2000-ën. E qashtu. Po kemi vujtën, ke kësmetëna, s'na metë kur gjënë gjithë një zërës. Që të banesë që tu jemi himë për 6 vjetë, me qiro jem. 170 euro jem të paguën. Qiron. Banesa jo nuk ka. Sali në luft, Reza, a i ka pas aksident, 13 vjeti s'mund të kanë. Jemi mënuën me shëruën në për spitale mëz vetë, mas 13 vjetë e dishë. Unë e me 7 fëmijë tima, shumë herë shkojnë me të ta, që nuk janë, po 4 e në konë. 4 e në konë, një rahim maj voglja konën, e ka pas 13 vjetë të herë. Pyta shkike që shto me ushtëri, e qertë Sali i mo, a i që o konë në pikën 6 me ushtëri, aja ditë në të tetën u mytë kur kanë hinë shkjetë. Qertë kanë shërbyrë, jenë konë ushtarë të tonë. Qëre, që të luftë kur së arrej, sa të jam gjallë, kur së mëj me arruën. Sefte, kur o formu ushtria një zërës, 39 ushtarë në uteme kanë ardhë. Pedrenice. Mas pari që me shkel një zërës ushtria, në uteme në ardhë. Erë djalli madhë, babë tha, tha shë, shka ka. Tha, odën në ka mushën, i këshmi odën 6 Tha, plët ushtarë, shkejtë e folbre, po vëllaj. U qova u vesha, shkova u, përshëndete me ta.
u knasha. Ta man gjemt kanë përgatitën 2 porë gjygyma, qaj mi ushqitën, veç pak pa filluën një telefon dërrë. U lajmëruaj kryesori. Ku jeni, të kush jeni, për ka dhënë të Zëmer Baliu një zërët. Thot, më njëherë me ardhen edhe jo me dalë në rrugën kryesore, po një djalli tina do t'ju merë, do t'ju bjenë. Ma qiteva atëherë, po konë shtabi. Ma qiteva e zërësit. E të në djalli atë natë i ka qunë deri në Maqtevë. U formutën në ushtëria. E jo në gëzimi madhë. Me qëto pare djallit, deri që tash jemi shtënë. Salit, se të marrë kërka. Kërka të marrë kjo. Shka me bon. Atina, ku pas mi thonë, pas mujtën një banes diqysh. Sa pa qëta fëmije tima, sonë sot jam nesër s'jam. Hesa une. E qefin e kam me mujt një banes për qëta fëmije tima, me ditë sa jam gjallë, që e kanë një strehim dikon. Kur gjë qëtër ishë. Koka ranë, s'ko kur është një dorën me lypë, si dhujnë. Për besë, po. Zotit ta dhosh netën inshallah. Amin, ja Rabbi, tonëve në dhoftë. Amin. Kuf me nërë, Zotit e një muftë, se vallaj, unë mes telefonit shumë e reksyri qështu për ju e banesa o sa vajnë për banë barabar me ta. Pasha Zotin lëtë, s'ko kur i lanë sëtë, për i shkujnë, nuk e ka letë. Kem në studion Zëmer Baliu. Baci Zëmer, Falë. mirë se ke ardhur. Mirë se vizita. A, u lodhe rrugës të ardhur? Jo. Ju që shini. Mirë, edhe na mirë. A për vjeturin e vlauta, Pa, Zotë e pa shpërbly me gjenet, amen. e ju dha gajret mos mërziti. Amen, amen. E shka me bon. Lufta që të i ka. Rahmeti shkaut që mos ka bon. Pasha Zotin, unë e veç jam një gjallë hala. Se së kur voja që është, jajen pe kombe në kryem konë. Pe së rehni, dheri me rrymë. Kanë punu në mua. Në bojë Gjërgjevici në rëdhi më sultë, edhe një fa shparavala o konë. Shparavala me posë dhe një dhe në bojshën. A emni nuk ja di shparavali kanë thonë. Të pashaportat kështë pas punu. E një është gjinja. Unë se këmë jo. Ke shkoj. Sa ke nejtë në burg? 12 muj. Po zharevst. Edhe nish. 1 muj në Lipjan. Fillim Lipjan 1 muj dit. Të në përlarnë. Për po zharevst e nishe. Mitrovic Trejme të ka mas, ka pas jezers. Shumë janë dekra me të litë. S'ka pas fshat gati që s'ka pas. Po. Një djalë dëshmorë? Po. Sali. Qfar moshe ka pas Sali? 10 ditë pa i bon 24 vjetë. Sali, i pa martu më konë. Pikën 6 të konë. Burri kësa i rejës, Rejgja,
që nuk o sot që konë një smuti, ka pas aksident, ka pas ronioni me kërë. Ajo konë ushtarë, me një grupë, i thujmë Livahet Kishës, një zërës, kush e ka shkru nuk e di shërbys civil. Aja ka pas edhe atë hoesin, komandantin, konë Muhamet Jashari, aja konë komandant. Bile, oni një aktosh, një sale, e ka qafë qështu. Aja e dherës është, aja ka mizë, Muhametin. Aja konë komandant i djallit tem, e të buhën ata me do kushtenit me do komandanta qire, thuj ne që shmja bon që kjo konë ushtarë, shokët e tina marrin për djanë dishka, kërë smerë kur gjanë. Aja reja të na, i ka neqë dokumentat, i ka quë në gjëgjë gjinën, dikun që 10 vjeta ma tepër. Hala s'ke marrë për Jo, kur gjanë, jo, valla. E djallit që vdes mas lute, sa vjeti ka pas? Edhe që ashtu, 24. Po. Sa djemi ke pas? 5. 6 që konë më salin. 5 jenë gjallë. Po. Shka me po. Kene shkullë. I murë zoti ka forë, zoti ka marë. Ta shti po jeton me rejen? Po me që të rej, me qëta fëmijët tima që janë 2 vajza e një djali ka. Jënë rritë qëqërë. Shnosh janë. Po, kullu mi kryu tonin. Shme thonë. Qysh po jeton sot, Baci Zymer? Vallahi, ranë tybe. Përbes ranë. Sa konë të morreja ka pak social e do ndihma, u harreshmi të qysh. Mije e në rritë, social nuk morë në asnja, kanë kry shkollën, e për një banes, jo mirë po, shka me bon, sa ka thonë zoti, unë e heca, sot jam njëse nuk jam, kam qef sa jam gjallë, me di që e bon një kullëm, ku me di tash. Edhe para disa kohë, mi kanë qujtë do video tuat, ke lyp me mpa. Po. Që tash po mshe, sot hangër me iftar bashkë. Po, faleminderit, zoti bereqet o aftë. Shumë faleminderit, kosh më nere. Po. Pse ke lyp me mpa, Baci Zymer? Vallahi, të kum lyp, mu taku me tyje, që të kum po në mes telefonit, e televizorit, shumë banesa u ke shpërndarë, jetimav, edhe të kajt, kur u mështë e ngryk, lët, s'ku mi la sëtë, të kum po ty të kajt me gjatat, që edhe mështë e banesat. E nishë në vetin likë shumë, po tybe. Kjo banesa ku jetu i nejt e kujt është? Kjo banes, as vetë nuk e di kujna është. Që kjo banes ku është i nejt Baci Zymer, është i Skender Salihut, a i punën në Gjermuni. Edhe këta janë me qira të ky pronar i kësaj banese. Baci Zymer, Fol. unë të falendroj shumë që ke ardhë. Ani faleminderit edhe për jush. Edhe po du me të thonë që kjo banesa që ti jetu i nejt aty, Po. pisëd është e jutja. Haj, shumë faleminderit. Mos lumë, Shumë faleminderit. por hajnë, Hajrë posti e shumë faleminderit. e gëzofsh. Amin, jo Rabi, amin. Ej,
Koshi me nerë. Allah të në ruft. Amin. Toni në ruft. Ata që kanë kontribu, si thujnë, e ju pikë spari. Shumë farnit për jush. Kur Zotë mos më shtoft. Amen. Banesa është 65.000 euro. Nga to 20.000 euro i hek pronari aktuali. Kësaj banese 45.000 euro shoqata për haj. Haj posti shumë farnit. Shumë farnit. Edhe une po gëzona që na u mundësu mu pa, ke lyp mu pa, U gëzoh Zoti. edhe në takimin e parë bashk, banesa u boj jotja. Shumë farnit. Shumë farnit. Inshallah kish netën. Amin jo Rabi. Amin tonë e posmi. Emocione sa dush, po mbi gjitha. E bre. Ha bati zëmer, Gëzim matë madh nuk di. gjithmonë nuk zëfsh. Amin jo Rabi. Amin jo Rabi. Amin. Amin, amin. Eu. Po. U gëzofsh edhe ju që po në ndiqni e që po jepni nga kafshata e juj, djersën e juj, përmes shoqatës tonë me u gëzu shumë familje nevojtare. Këto gjokse tona bajnë shumë rrëfime, shumë histori. Ka herë po në lëshojnë kom të takati edhe neve, po me gjithat, është momenti kur e dim që po ndryshon jeta dikuj tjetër, neve po na vjen forca, po na vjen motivi, mos mund dal asnjëherë Zoti kur mos ju humb. Amin. Amin. Atëherë të gjithë ju, ky është emisioni kësaj nate, Zoti ju rujtë e shpërbleft, të gjithë ata cilët kanë dëshirë për me dhonë zëqatin edhe vitrat të shoqata jonë. Për shqiptarët mrena për mrena Kosovës, mundësia është këtu në Gjenes të shtëpia të moshuarve, është në Prizren të kuzhina humanitare jona, është në Prishtinë, po ashtu të kuzhina jonë humanitare atje, është në Vushtri të qëndrimi ditor për të moshuar dhe kuzhinë humanitare, gjithashtu është edhe në Gjilan të qëndrimi ditor për të moshuar, bujtin për studentë dhe kuzhina jonë humanitare. Për bashkëdhetarët tanë që jetojnë dhe punojnë jashtë Kosovës, kjo është mundësia për gjithë ata cilët kanë dëshirë me dhënë kontributin e tyne. Ata që jetojnë në Zvicër, kjo është dega shoqatës tonë atje dhe gjiro llogaria shoqatës tonë. Nga Zvicra kalojnë për në Gjermani të dhënat e shoqatës tonë për bashkëdhetarët tanë atje. Nga Gjermania në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithë bashkëdhetarët tanë që jetojnë në Amerikë dhe dëshirojnë kontributet e tyre me dhënë përmes shoqatës Jetimat e Ballkanit tek familjet nevojtare, këto janë të dhënat e shoqatës sonë atje. Në Kosovë kemi bankën ekonomike, kemi Procredit Bank edhe bankën kombëtare tregtare. Në Maqedoninë e Veriut, këto janë të dhanat për shqiptarët atje, të dhanat e shoqatës tonë. Shoqata jonë posedon edhe adresën e GoFundMe's edhe adresën e PayPalit, për ata cilët ju duket më lehtë me kontribu mes këtyre adresave. Janë edhe 2 numrat e telefonit për ata që kanë vetëm numër vala. Mund të dërgojnë një SMS në numrat 55333, 55444 dhe ndihmojnë shoqatën me 1 euro. Ky është emisioni kësaj nate. Unë Halili Baci Zymer, banorët, musafirët, lutemi Zotin me ju shpërbly me gjithat mirat, mos na harronin lutjet e juaja në këto net. Zoti kur mos ju humb. Nesër mbrëma kemi podcastin, shihemi nesër mbrëma. Zoti